Ju po shkatroni Kushtetutën. Ju po vini Shqipërinë mbi baza antikushtetuese. Ndodhi kjo gjë me dekretin e para pak ditësh për kryeministrin, ishte një dekret antikushtetues, krejtësisht antikushtetues, dhe po vazhdoni përsëri duke shkelur Kushtetutën. Nuk ecet përpara drejt Europës duke shkelur Kushtetutën. Ta dini mirë të punë. Nuk vrapohet duke shkelur Kushtetutën. Përkundrazi, nëse doni të shkojmë në Europë, duhet të respektojmë si të shenjë Kushtetutën. Sepse ajo pikrisht është dokumenti që garanton ato të drejta që teorikisht duhet kemi sot dhe në këtë parlament. Mos u fshini si struci, duke futur kokën në rrër. Mos zbatoni urdhrat autokratit, i cili do të fusi vendin në një autokraci diktatoriale. Kushtetuta, të prekësh Kushtetutën, nuk do thotë të ndihmosh vendin. Të shkatrosh vendin do thotë. Afatet kohore, çdo gjë që është vënë, janë vënë me parim dhe principe të ndaja. Pavarësisht kush ka qenë dakord apo kush ka qenë dakord me atë Kushtetutë. Kjo duhet respektuar. Dhe nuk mund ta përkëmbësh këtë. Aq më shumë ka dhe një parim tjetër në këtë parlament. Të domosdoshëm veçanërisht tash. Mbas asaj që ndodhi me masakrën zgjedhore të 11 majit. Kompromisi. Çdo gjë që është bërë deri më sot në rregullorin e parlamentit, pavarësisht se ka qenë numrat, është bërë me kompromis. Janë bërë së bashku. Ju po shkelni Kushtetutën, po shkelni dhe po hitni poshtë në plera, dhe faktorin e qenies së bashku sot, ai sa mund të jemi këtu, të kompromisit për të ndërtuar ato dokumenta që drejtojnë të parlamentit, që nuk është parlamenti PS-sht i shtat juve. Nuk është parlamenti i autokratit, po është parlamenti i Shqipërisë, pavarësisht nga numrat që ka sot këtu. Prandaj jeni të detyruar të respektoni rregullat e lojës. Nëse doni të shkoni në Europë, thatë sot që kemi hapur negociatat, erdhi Europa. Unë ju them, nuk shkohet në Europë kur hapen kapitujt, shkohet në Europë kur mbyllen kapitujt. Dhe kapitujt janë kohë të mbyllur. Ka vende të tjera, ju kujtoj tashti, që kanë 30 vjet kanë hapur kapitujt. Por ku janë sot? Janë jashtë liste. Pse? Sepse degraduan në demokracinë e tyre. Shkuan në autokracinë e tyre. Prandaj nuk është indeks hapja kapitujve. Është mbyllja e kapitujve. Ai tregon kur jemi në Europë. Dhe ne unë siguroj që me këtë rrugë që ne marr, ne po degradojmë demokracinë. Ne po largohemi nga Europa. Dhe këto kapituj do ngelin teorikisht thjesht në një sirtar dhe asgjë më shumë. Prandaj keni kujdes. Ktheuni nga kjo rrugë shkatruar. Zoti Klliç.